Gjithsesi kemi ranë tokë gjithë gati, me 2 kam tokë jemi. Krejt. Racional, sepse qytetari ka folër. Dhe kur flet populli, heshtim. Ne duhet, nëse s'heshtim, duhet jemi racional. Dhe Vu Teresa racional ishte në interviste dhe kryeministri. Sa është vështirë dhe ti mohohet. Pse? Sepse dorën zemër nuk ja vlen barra qëran që të shkohet në zgjedhje për president. E për Vjosa Osmanin a ja vlen me shkohet? Jo vetëm për Vjosa Osmanin, po as për mua, as për ty. Nëse do t'ishim kandidat për president. Për mu? Sepse është luksit e pruar ta dërgosh vendin në sistemin ton politik për pozitën e një individi, kushdo qoftaj. Unë e kam parasysh se numri madh i votave mund t'ja rrisë apetitet, t'ja ketë rritur apetitet për një mandat të ri, edhe ndonjë kandidati brenda vetëvendosjes për kandidat të ri e tjerë. Për shembull, Glau Njumsës? Nuk përjashtohet edhe ajo mundësi. Ju po thoni që ka gjasa që ti jenë rritur ambicjet? Politikanëve vazhdimisht ju rritën ambicjet. Prandaj janë këngulës dhe rrinë politik. Po një lider i përgjegjshëm me gjykim racional e thot atë çka e tha. Unë nuk e dia mund t'i siguroj të 10 vota aty. Apo ati tjetër, pa marrëveshje me opozitën. Dhe marrëveshja me opozitën nënkupton mundësinë e kandidimit ndonjë figure, siç e kam thënë duket në vitin e kaluar 2 herë, që nuk përjashtoj mundësinë që të kemi një kandidaturë nga bota akademike. Dhe ndoshta i përafërt dikur edhe me opozitën. Sepse duhet sigurohen 80 vota me. Të qysh ti me ngjovë ti qëtë? Po, ti s'ka po dhe. Zakonisht nuk dojnë mas në këto. Unë po bëj analizë. Sepse veç analizë, po të qysh jetë të esilë rrët një personi që po mdoket. Mund t'jenë 3-4 që i pletsojnë këto kritera, 5. Mund vijë edhe për te Atlantikut. Nuk e përjashtoj atë... Ari Bajraktari? Nuk e përjashtoj... Për shembull... Si një mundësi reale tje. Pse? Sepse ne po jetojmë në një periudhë relativisht të nduese, të ringritjes perandorive dhe të ndarjes sferave të interesit. Çështja e presidentit mund vjet ta kap për 5 minuta edhe ta largon. Nuk gëzon kështu. Po flet për mandurën. Po. Të na për 3. Për 3 minuta. Po do të ka shenë me kom tokë. Edhe ajo. Sa i popullit. Ajo çka i ndodhi mandurës. Po do të thonë Venezuela ka bu racional. Jo, i bën politikanët racional, sepse dinë që duhet thjesht jenë përshtatshëm me interesat. Jo që i ka ndodhë Venezuelës, e kena këtu që sovranitetin as Bashkimi Evropian nuk guxon të fliste shumë hapër. Partia Social-Demokrate Gjermane kishte dëshirë ta përzinte me drejtën ndërkombëtare tjetër, por nuk kishte guxim. Si sovranist poku? Jo, nuk i di murit me kokë, sepse më intereso shteti ma shumë. Ky njët pa e s'po të vetë. Dhe në këtë kuadër, nuk guxojmë as ta rrezikojmë demokracinë, as shtetin, as interesin nacional në këtë rast. Dhe duhet është shfrytëzohet kjo kohë që të gjendet një mes dhe një pajtueshmëri me opozitën që të jetë aty spaku. Nuk po them që të votohet. Po të përshëndet Arsim Bajrami. Faleminderit, respekt. Dhe natyrisht qëndroj aty. Sepse kjo është, si thush, pika më e lehtë e kalueshme pas krijimit të qeverisë.